Bubulin një kategori që mu me të vërtetëm vjen keq për ta, është ata persona që nuk kanë as për ardhës që janë me shtetësi kosovare, as asgjë, po dojnë me ardhë, qoftë janë martuar me një kosovar, qoftë puna i bjen, qoftë i pëlqen shteti i Kosovës edhe përballen me një mori vështirësi. Ata kanë vështirësi shumë, përballen me procedura më të gjata, zakonisht përballen edhe me procedurat fillimisht të leje qëndrimit, jo me apliku direkt për shtetësinë e Republikës Kosovës, siç e gëzojnë për shembull personat me naturalizëm, cilët e kanë prejardhjen e paraardhësve të tyre në shtetin tonë, ta kanë procedura më të ndërlikume dhe kanë procedura që domosdoshmërisht duhet me qëndru me vitet në Republikën e Kosovës, mandej për me gëzu shtetësinë, jo për me apliku direkt do të thotë për shtetësi. Me sa vite fillon procedurat, me sa viteve fillimisht fillon procedura për aplikimin për leje qëndrim. Nëse student për shembull jetojnë edhe studiojnë në Republikën e Kosovës, e kanë një vit me mundësi vazhdimi, prap do të me apliku për procedurat e leje qëndrimit me mundësi vazhdimi, do të thotë janë procedura të ndryshme. Gjë që në parim duken të thjeshta, duken procedura që çdo qytetar kur të sheh në parim thotë i kam vetëm disa dokumente për me i plotësu mirë, po gjatë rrugës krijohen vështirësi sepse kërkohen dokumente tjera, janë edhe kushtet mandej që duhet me u plotësu mirë, po janë edhe afatet procedurale që duhet me u shqyrtu prej vetë organeve kompetente edhe vetë qytetarëve kur kanë për me u ballafaqu me mjete juridike. Kjo për studenta, çka për ato tazëm vajza që vinë, martohen me një kosovar, krijojnë familje, lindin fëmijë, fëmija i saj merr shtetësi kosovare, por ajo me vite nuk ka. Kemi pas edhe kësi lloj procedurash që fillimisht edhe pse është martu me një shtetas të Republikës së Kosovës, nuk ka apliku do të thotë për fitimin e shtetësisë. Ka ndodhur shumë raste, kemi hasë në praktik, jo, nuk kam dashur me apliku, besoj që e gëzoj vetëm shtetësinë e vendit nga vi mirë, po kjo ka sjell edhe problematike dhe ka sjell do të thotë telashe, mandej edhe për fëmijët cilët kanë lindë Republikën e Kosovës, kur është dashur për me apliku për ndonjë studim, punë.